Çfarë saktësisht po I shkakton hashashit trurit të adoleshentëve? Le ta zbulojmë së bashku në këtë analizë. Një fakt vërtet interesant. Truri ynë vazhdon të zhvillohet dhe formosohet fizikisht deri rreth moshës 25 vjeçare. Gjatë gjithë kësaj kohe, ndodh një përditësim supermasiv dhe kritik për të krijuar rrugë të reja nervore. Por, këtu hyn THC-ja. Ky përbërës intoksikues ndërhyn dhe e prish plotësisht këtë proces delikat biologjik. Hashishi sotëm ka nivele jashtëzakonisht të larta THC-je krahasuar me vitet 90. Është një kërcënim krejtësisht I ri. Të dhënat nga OBSH-ja tregojnë se ky kimikat bllokon fizikisht aftësinë e trurit për të formuar kujtime të reja. Kjo ndërhyrje kimike sjell pasoja të menjëhershme, koordinimi dobët dhe vështirësi e madhe në zgjidhjen e problemeve. Statistikat e CDC-s konfirmojnë se ky dëmtim përkthehet shpejt në braktisje shkolle dhe nota shumë më të ulta. Por prisni, nuk bëhet fjalë vetëm për shkollën. Pasojat shtrihen thellë në psikologji dhe në shëndetin mendor. OBSH-ja dhe NIDA theksojnë rreziqe drastike si depresioni I rënd, antisocial apo edhe psikoza e përkohshme. Akoma më alarmante është fakti që përdorimi I hershëm rrit frikshëm rrezikun e skizofrenisë, sidomos te meshkujt e rinj. Siç thuhet qartë këtu, dozat ekstreme mund të nxisin paranoje të rëndë dhe dëmtime afatgjata psikologjike. Miti I vjetër se hashashi nuk je varësi është I gabuar. Plot 30% zhvillojnë çrregullim varësie. Këto simptoma klinike e vërtetojnë qartë. Varësia shkatron tërësisht prioritetet, hobet dhe sjelljen e përditshme. Megjithatë, numrat janë shqetësues. Gati 31% e maturantëve raportuan përdorim vitin e kaluar. Futja e këtyre substancave në këtë fazë delikate zhvillimi krijon gabime vërtet të parikuperueshme në tru. Ndaj, a ja vlen vërtet një gjësi kalimtare për një dëmtim të pakthyeshëm në sistemin e trurit?